Bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani ka rrëfyer gjithçka që ka ndodhur natën që ai u vu në pranga, natë në të cilën mori dhe një plumë në fund shtëpinë. Sipas Dumanit, mbrëmjen e 29 marsit është nisur të vrasë Elton Kilën, të njohur ndryshe si Oti i Elbasanit, pas një informacioni që kishte marrë nga Suel Çela, person që sipas tij e kishte porositur të kryente këtë vrasje. Por ka rënë në prit. Në fjalën e tij në gjykat, Dumani thotë se nuk ka arritur dot të dallojë se cilët ishin personat që kanë qelluar pasi ishin të maskuar, por që shoferi nga trupi i është dukur i ngjashëm me Talo Çelën. I pyetur nëse ka dhënë deklarime në policinë e Elbasanit kur është arrestuar, ai ka thënë se nuk ju ka kthyer përgjigje atyre që i cilëson si të korruptuar. Pas arrestimit, Dumani është dërguar në spitalin e traumës, aty ku rrëfenës është vizituar nga kryeprokurori i Elbasanit Kreshnika Jazi, Tonin Voca që në atë kohë mbante detyrën e drejtorit të policisë Tiranë dhe Ardian Çipa, i cili drejtonte policinë e Elbasanit. Nuk kanë firmosur asgjë para tyre, nuk më kanë marrë në pyetje. Me sa mbaj mend, deklarimet e para i kam dhënë tek spitali i Burgut. Atje kam firmosur pas deklarimeve. Nuk mbaj mend nëse janë regjistruar me audio dhe video.